Porosit e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 6. O Ali, hipokriti ka 3 shenja: kur flet, gënjen, kur i besohet diçka, tradhton dhe kur premton, nuk e zbaton premtimin. 7. O Ali, nëse dikush të bën padrejtësi, mos ju anko askujt dhe mos ja thuaj askujt prej njerëzve, sepse nëse u a thua, ti i njeh ata me gjunahun e tij dhe bëhesh i njëjt me të padrejtin. 8. O Ali, ai që i fal vëllait të tij padrejtësinë, qoftë e vogël apo e madhe, do të ketë shpërblim tek Allahu dhe do të jetë prej të afërmve, të cilët hyjnë të kënaqur në xhenet. 9. O Ali, bereqeti ndodhet në 4 cilësi. 1. Mos shiko ato që janë në duart e të tjerëve. 2. Mos u mbështet te krijesa. 3. Mendo mirë për Allahun. Dhe 4. Mos e mendo të shumt punën tënde. 10. O Ali, i ligu ka 4 cilësi: pangopsia e syrit, ashpërsia e zemrës, shpresat e largëta dhe dashuria e madhe për këtë jetë.